Shqiptarët që jetojnë jashtë vendit mund të kenë një tjetër derë të hapur për t'ju rikthyer në tregun shqiptar të punës. Projekt ligj i ri për nxitjen e punësimit zgjeron për kufizimin e punëkërkuesit, duke përfshirë dhe shtetasit shqiptar me vendbanim jashtë Shqipërisë. Kjo do t'u jap mundësi dhe pjesëtarëve të diasporës të përfshihen në shërbimet dhe programet e punësimit në vend, por jo vetëm shqiptarët jashtë vendit janë në fokus. Edhe të huaj që jetojnë ligjërisht në Shqipëri për qëllime punësimi, do të kenë akses në shërbimet publike të punësimit, nga informacioni dhe orientimi profesional, te këshillimi dhe ndërmjetësimi për një vend pune. Synimi është dhe integrimi i fuqisë së huaj në tregun shqiptar dhe reduktimi i formalitetit, ndërkohë shteti kërkon të kuptojë më mirë se çfarë po ndodh me vetë profesionet. Projekt ligji parashikon krijimin e observatorit të tregut të punës dhe aftësive, një mekanizëm që do të mbledhë dhe analizojë të dhëna për kërkesën dhe ofertën për punë, profesionet në zhvillim dhe boshllëqjet e aftësive. Ky projekt ligj synon që politikat e punësimit të mos ndërtohen vetëm pasi problemi të shfaqet, por duke parë paraprakisht se cilat profesione po kërkohen, cilat po humbasin terren dhe çfarë aftësish do t'i duhen ekonomisë në vitet e ardhshme. Nga ana tjetër dhe për ata individ që rrezikojnë të humbasin punë, është parashikuar një rregull shtesë. Ndryshimet parashikojnë orientim, këshillim dhe riaftësim për persona që rrezikojnë të mbeten pa punë për shkak të ndryshimeve ekonomike, teknologjike apo ristrukturimit të kompanive. Në 3 mujorin e parë të këtij viti papunësia në Shqipëri ishte 8.4%, ndërsa shkalla e punësimit për popullsinë 15 vjeç e lartë ishte 58%. Me këtë risi, synimi është që tregu i punës të mos reagojë vetëm kur dikush mbetet pa punë, por të identifikojë më herët nevojat e ekonomisë, të përgatisë punonësit dhe të krijojë ura të reja mes atyre që kërkojnë punë dhe vendeve që kërkojnë njerëz.